fëmijët, familja, nuk e përjashtoj, unë nuk do ta bëj dumanin delexez. Po për këtë rast, indicjet dhe ato nuhatja që më vjen dhe informacioni që më vjen, shoh që ka pas një zvarritje të qëllimshme prej tij që zonja çështja Balluku mos të kalonte në hetim të shpejtuar. Pra të arrinë në këto përmasë e ku jemi sot. Ka bërë qeverisë që Balina Balluku nuk është hetuar para zgjedhjeve, pra që mos dëmtonte qeverinë për zgjedhje. Ky është nderi. Po nuk mund ta mbyllte dosjen, kuptimin pra. Nuk e shpëton dot. Tani çfarë do të mbyllte dosje? Thjesht i ka zvaritur procesin. Çfarë do të them unë shqiptarëve sot? Me informacionet që kam unë, të gjitha shqiptarët të ndershëm, të gjitha shqiptarët që kërkojnë drejtësi në këtë vend, duhet jenë të qetë sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës, një nga institucionet më të rëndësishme në këtë vend që mbikëqyr jetën politike në Shqipëri, ku zoti Blinken e ka thënë që neve e kemi projektuar marrëdhënien edhe 100 vjeçare me Shqipërinë në një marrëdhënie shumë të ngushtë, duhet jenë të qetë sepse çështja Balluku do të marrë formën dhe do të marrë dënimin e merituar. Kur? Kjo do ta marrë shumë shpejt. Kur? Këtë duan shqiptarët. Kur do ndodh kjo? Shiko, nuk duhet bëj më orakullin për këtë çështje për shkak të zvarritjes politike, sepse në një moment nëse gjërat lëvizin në krahun e gabuar, këtu mund të kemi dhe zgjedhjet parakoshme, mund të kemi dhe qeveri teknike, mund të kemi në krahun e gabuar? Në krahun e gabuar, në sensin e gabuar, pra do të thotë që përfiton Edi Rama, dhe Amerikanët zgjejnë të vetme në zgjidhje, gjejnë vetëm largimin e Ramës bashkë me Ballukun. Pra është një situatë e paqartë, e tensionuar, që nuk ka një narrativ tjetër. Pra unë do të themi gjë, me informacionet që kam unë, që ata të cilët presim me padurim drejtësinë, presim me padurim që kjo çështje të shkojë deri në fund, unë vetëm për një çështje e garantoj që Balluku do dënohet me burg, me informacionet që kam unë. Dhe është çështja e rrugës e aksit rrugor Korçë-Ersek, ku zonja Balluku aty është në mënyrë të drejt për drejt ku shpreh dhe ndan pjesën e llokmave të tendrave, ku shpreh e drejt për drejt thotë, këtë tender jepja filanit, këtë tender e dirigjon, këtë tender ta marri ky. Pra vetëm në këtë dosje me informacionin që kam unë, ajo nuk shpëton dot nga burgu. Nëse ndosjet Thuman Kashar, ajo mund të përfundon në arrest shtëpie, në këtë çështje nuk përfundon dot. Nuk përfundon dot, nuk i shpëton dot burgut për çështjen që kam depozituar unë. Pra në këtë rast, sepse tuneli Murrizit është një nga gangrenat më të forta që i kam paraqitur dhe grumbulluar gjitha faktet që zonja Balluku shkon në burg për këtë çështje, bashkë me drejtorët e saj. Pra nuk ka rrugë shpëtimi për Ballukun juridike po flas, sepse politikisht ata po e bëjnë luftën e tyre. Dhe duke u nisur në fundit se s'kemi kohë, duhet t'jap fjalën zotit Pita dhe zotit Hoxha që është në Skype, nisur nga kjo situatë, ata po bëjnë rezistencë të fortë duke përdorur çdo lloj mekanizmi që të fitojnë kohë. Por kjo fitim kohë nuk i çon as gjikundi, sepse sot është një situatë në Shqipëri ku vjedhjet janë aq galopante, janë aq të mëdha, aq të forta, por janë të faktura nga ana tjetër. Sepse janë SPAK i ka të gjitha faktet të dokumentuara, sepse janë 13 telefona të sekuestruara vetëm oligarkëve. Pra bëhet fjalë për Gjoka Construction, që janë sekuestruar të kompjutera të birit, telefona në zyrë, bëhet fjalë për Bashkim Ulajin, bëhet fjalë për Salillarin, është unaza e madhe, pra të gjitha këto fakte janë aty. Dhe askush nuk, i cili pretendon të dalin në mbrojtje zotit Ballukut, zonjës Balluku nuk mund ta shpëtojë atë. Thjesht përballë figurën e tij duke mbrojtur një person korruptuar. E kuptoj, zoti Lita, po. Një gjë bie dakord dhe një gjë s'bie dakord me Almerin, ta e para bie dakord sepse